Pastrimi i shatërvanit në qendër të qytetit është një proces i rregullt mirëmbajtjeje që përfshin heqjen e mbeturinave, largimin e algave dhe pastrimin e gurve apo fasadave, shpesh duke përdorur ujë me presion të lartë dhe mjete manuale për të ruajtur pastërtinë dhe estetikën e hapësirave publike. Kjo punë që kryhet për të garantuar higjienën dhe për të parandaluar dëmtimin e strukturave, u realizua nga Bashkia e Lushnjës dhe nga punojësit e zjarrfikse së Lushnjës. Fillimisht u bë thithja e ujit nga shatërvani me anë të pompave, ndërsa më pas punojësit vijuan me pastrimin e sipërfaqes dhe pjesës së brendshme duke përdorur ujë me presion për të larguar papastërtitë e grumbulluara. Sipas bashkisë, pastrimi i shatërvanit kryhet çdo 3 muaj, në mënyrë që kjo hapësirë e frekuentuar nga qytetarët të ruajë pastërtinë dhe funksionalitetin e saj. Megjithatë, për shkak të ujit dhe depozitimit të papastërtive në pjesën e poshtme, do të ishte e nevojshme që ky proces të realizohej më shpesh. Për të ndjekur nga afër punimet e pastrimit, ishte e pranishme edhe nënkryetaria e Bashkisë e Lushnjë, Edlira Mezini, e cila pa nga afër punën e kryer nga punojësit gjatë këtij procesi mirëmbajtje të shatërvanit të qytetit.